Le fillojmë dhe njëherë nga fillimi. Unë jam Ida. My name is Randy Copeland. Emri im është Randy Copeland. Copeland. I pastor Pleasant Grove Baptist Church. Dhe unë jam pastor në kishën Pleasant Grove. I'm from a really small town in Alabama. Jam nga një qytet I vogël në Alabama. Our town is about 3,500 people. Dhe qyteti ynë ka rreth 3.500 banor. So we're in the big city. Kështu që jemi në qytetin e madh. And we're so glad to be here. Dhe jemi shumë të kënaqur që jemi këtu. Before I met Christ as my Savior, Para se të njihja Krishtin si shpëtimtarin tim, I grew up in church. unë u rrita në kishë. But in my teenage years, Por në vitet e adoleshencës, I got away from church. u largova nga kisha. I started drinking really bad. Fillova të pija shumë, I started taking drugs. fillova të merja dhe drogra, And by the time I was 25 years old, dhe në kohën kur isha rreth 25 vjeç, I was a drug addict and an alcoholic. isha I dhënë pas drogës dhe I alkolizuar. I got arrested 4 times, U arrestova 4 herë and on the last time I was in jail, dhe herën e fundit që isha në burg, I remembered the word of God that I'd heard all my life. më kujtua fjala e Zotit të cilën e kisha dëgjuar gjithë jetën time. I remembered all about Jesus Christ. Më kujtua e gjitha vepra e Jezu Krishtit. I remembered how he shed his blood to wash away my sin. Më kujtua se si ai derdhi gjakun e tij për të larë mëkatin tim. I remembered how I heard that he rose from the dead. Më kujtua se si dëgjova që ai u ringjall nga të vdekurit. I remembered that he was willing to save anybody who would believe in him. Dhe më kujtua që ai është I gatshëm të shpëtojë çdo njeri që beson tek ai, që dëshiron të besojë tek ai. And so in jail, I called on the name of the Lord. Dhe duke qenë në burg, atëherë I thirra emrin të Zotit. And I asked God to save. That was April of 1995. Ishte prilli I vitit 1994. Shortly after I got out of jail, Vetëm pak kohë mbasi dola nga burgu, I started going to Decatur Baptist Church. fillova të shkoj në kishën Decatur Baptist Church. And I heard about Jeff Bartell. Dhe dëgjova për Jeff Bartell. I've known about this church my whole saved life. Kisha dëgjuar për këtë kishë gjithë jetën time. I've known about this city my whole entire saved life. Kisha dëgjuar për këtë qytet gjatë gjithë kohës time, jetës time. I prayed for you my whole saved life. Jam lutur për ju gjatë gjithë kohës time që kam qenë I shpëtuar. I've given money to this church my whole saved life. Kam dhënë ofrime për këtë kishë gjatë gjithë jetës time që kam qenë I shpëtuar. For me to be here today, Për mua që të jem këtu sot, I can't express the honor that I have to stand before you. nuk mund ta shpjegoj nderin e madh që kam të qëndroj përpara jush sot. I'm not going to do all that. That would have sounded a lot better with the microphone, right? Okay, I'm not a crier usually. Zakonisht nuk jam një njeri që çaj kollaj. We have people in my group that are criers. Kemi njerëz nga grupi që çajnë, janë çaraman, çajnë shpesh. May I introduce my church folks to you? A mund t'ju prezantoj antarët e grupit nga kisha ime? Would you guys stand? A mund të They're just going to stand. These are the people who are here from Pleasant Grove Baptist Church. Këta janë njerëzit nga kisha. And there are great people that I know that I used to go to church with at Decatur Baptist Church. Ka dhe njerëz nga kisha të cilët I njoh kur shkoja në kishën Decatur Baptist Church. They kicked me out of their church about 15 years ago. Më përzun nga kisha e tyre rreth 15 vite më parë. Would you guys stand so everybody could see you? Yeah. I've known Arion and Yonita since 1997. I could not drive. Yes, that's true. I lost my license.
Ndërsa Erioni dhe Jonidi i njohur që nga viti 1997 We don't need dhe to ka get into qenë një that. kohë që nuk mundet as të ngiste makinën sepse kishte humbur i kishin marrë patentën. Thank you. Yonita and I went to college together. Jonida dhe unë kemi shkuar në kolegj bashk. Yes, she was in the theater, Ajo ishte në teatr and I was in the choir. dhe unë isha në side. kor. Yes. Në kor. So we've known each other a long time. They've had a great influence on my life. Kam shumë kohë që e njoh Jonidën dhe ajo ka pasur një influencë shumë të madhe në jetën time. I love them dearly. And I know you love them too. Unë I dua shumë edhe e di që dhe ju I doni shumë. Jeff, we're, We love, yeah, we love Jeff. We love Jeff, I know. I'm being very careful. I'm being very careful. Okay, let's get into the word. Le të fillojmë dhe të flasim për fjalën. If you would, please turn to John chapter 4. Ju lutem hapini Bibla tek Gjoni kapitulli 4 And we're going to be looking at verses 30 through 38. dhe do të shohim vargjet 30 deri në 38. John chapter 4, verses 30 through 38. Vargjet 30 deri në 38. Gjoni kapitulli 4. And I'm going to ask Ida if she will read that in Albanian to you. Okay. Un kam Biblën përkthim i ri, kështu që po e lexoj nga përkthimi I ri. Atëherë ata dolën nga qyteti dhe erdhën tek ai. Në ndërkohë dishepujt e tij po I luteshin duke thënë 30 through 38, John 4, 30 through 38. Gjoni 4, Gjoni 4, 30 deri në 38. Atëherë ata dolën nga qyteti dhe erdhën tek ai. Ndërkaq dishepujt e vet po I luten duke thënë: "Mësues ha." Por ai u tha atyre: "Un kam një ushqim për të ngrënë të cilin ju se njihni." Për këtë dishepujt I thoshin njëri tjetrit: "Mos I solli vallë dikush për të ngrënë?" Jezusi u tha atyre: "Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të përmbush veprën e tij. A nuk thoni ju se ka dhe 4 muaj dhe vjen korja? Ja un po ju them, ngrini syt tuaj dhe shikoni fushat, sepse ato janë tashmë të bardha për korjen. Edhe ai që korr e merr shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që të gëzohen së bashku, ai që mbjell dhe ai që korr, sepse në këtë vërtetohet e thëna, një mbjell e tjetri korr. Unë ju dërgova të korrni atë për të cilën ju nuk u munduat, të tjerët u munduan dhe ju hyt në mundimin e tyre." So Jesus has just finished a conversation with the Samaritan woman. Jezusi sapo kishte mbaruar një bisedë me gruan samaritane. We know the story as the woman at the well. Ne e dim historinë gjithmonë themi historia e gruas në pus. He shares these famous words with her Dhe ai ndan ato fjalët shumë të njohura prej nesh me të. in verse 24. Në vargun 24. God is a spirit, Perëndia është frym and they that worship him dhe ata që e adhurojnë must worship him in spirit and in truth. duhet ta adhurojnë në frym dhe në të vërtetën. According to verse 8, Sipas vargut 8, his disciples were in the city buying meat. dishepujt e tij në atë kohë ishin në qytet për të blerë ushqim. They were hungry. Ishin të uritur. They wanted something to eat. Donin diçka për të ngrënë. But Jesus had something else to do. Por Jezusi kishte diçka tjetër për të bërë. Something was more important to him. Diçka ishte më e rëndësishme për të. Then they came to him. Dhe pastaj ata vinë tek Jezusi They saw him talking to the Samaritan woman, dhe e shohin Jezusin duke folur me gruan samaritane. and they immediately questioned in their heart, Dhe menjëherë ata ngrejnë pikpyetje në zemrat e tyre. why is he talking to her? Pse po flet Jezusi me këtë grua? But what they didn't understand Por ajo që ata nuk kuptuan, is Jesus was doing what he was supposed to do. nuk kuptuan që Jezusi po bënte atë që ai duhet të bënte. But they asked him or they told him to eat. E megjithatë, ata I thanë Jezusit që të hante. In verse 31, that's what they say. Në vargun 31 kjo është ajo që ata I thonë. Then Jesus says something very interesting in verse 32. Dhe pastaj Jezusi thot diçka shumë interesante në vargun 32. Look at what he says in verse 32. Shikoni se çfarë ju thot ai dishepujve në vargun 32. I have meat to eat
that you know not of. Unë kam një ushqim për të ngrënë, të cilin ju nuk e njihni. While the disciples were focused on physical, carnal things, Ndërkohë që dishepujt po fokusoheshin në gjërat fizike mishore, Jesus was focused on spiritual things. Jezusi po fokusohej në gjërat shpirtërore. Jesus had meat that his disciples didn't know of. Jezusi kishte një ushqim për të cilin dishepujt e vet nuk dinin asnjë gjë. But we know. Por ne e dim tashmë. And how we know is because it's in God's word. Dhe si e dim ne këtë? Ne e dim për shkak se është në fjalën e Zotit. So I want to talk to you about the meat Kështu që dua t'ju flas pak sot për ushqimin and how we can take part in the work of Christ. dhe se si ne mund të marrim pjesë në veprën e Jezu Krishtit. So I'm going to ask Ida if she will pray and then we'll go on further. Okej, le të lutemi si fillim dhe të vazhdojmë. Atë Perëndi, faleminderit Zot për ditën sot, faleminderit Zot për veprën e madhe të Krishtit, faleminderit për kryqin, Zot, faleminderit për kishën, faleminderit për frymën, faleminderit për fjalën tënde që është e vërteta. Zot, ndërsa vim të gjithë bashkë sot, nderojmë emrin tënd, ngrem lart emrin tënd se ti je i denjë të marrësh nderin, lavdin, pushtetin dhe fuqinë, Zot, vetëm ti je i denjë. Dhe Zot, ndërsa lexojmë nga fjala jote, hap syt e mendjes tonë, Zot, që të shohim mrekullitë e ligjit tënd. Edhe hap zemrën tonë, Zot, ta pranojmë fjalën tënde ashtu siç është në të vërtetë, një fjalë që vepron ndër ata që besojnë, Zot. Edhe ne duam të besojmë sot, të besojmë fjalës tënde, jo vetëm sot, por çdo ditë të jetës tonë, Zot, dhe ta ndjekim fjalën tënde çdo ditë të jetës tonë. Na bekoho, Zot, edhe na mbush me frymën tënde, Zot, edhe të jetë kjo ditë vërtet për lavdinë e emrit tënd. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Amen. Look back at John 4:32. Le të shohim edhe një herë te Gjoni 4:32. Jesus says, I have meat that you know not of. Jezusi i thot atyre, un kam një ushqim për të cilin ju nuk e njihni, të cilin ju nuk e njihni. But as we continue to read that chapter, Por ndërsa vazhdojmë ta lexojmë atë kapitull, we look down in verse 34. ne shkojmë edhe shohim vargun 34. And in verse 34, Jesus explains the meat. Dhe në vargun 34 Jezusi e shpjegon shumë mirë ushqimin. He says, my meat is to do the will of him Jezusi u tha atyre, ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi, that sent me to do his work. dhe të përmbush veprën e tij. He came to finish the work of the Father Ai erdhi që të përfundoi punën e Atit, that the Father gave him to do. që Ati i dha atij për të bërë. So it's very clear what Jesus is saying. Pra është shumë e qartë se çfarë po thot Jezusi këtu. He was here for a reason. Ai ishte këtu për një arsye. His life had a purpose. Jeta e tij kishte një qëllim. It was given to him by the Father. Ky qëllim ishte dhënë Jezusit nga Ati. He knew clearly what it was. Ai e dinte qartësisht, shumë qartë se çfarë ishte kjo detyrë. And that's what he lived to do. Dhe ai jetoi dhe kjo është jeta e tij, u jetua që ai të përmbushte këtë vepër. Here's something that's interesting to me. Ja tek është diçka që për mua është shumë interesante. The will and work of the Father was Jesus' ministry on earth. Shërbimi i Jezusit në tokë ishte shërbim, vullneti dhe vepra e Atit. The will and work of the Father Vullneti dhe vepra e Atit was Jesus' work here on earth. ishte puna e Jezusit këtu mbi tokë. He did what his Father told him to do. Ai bëri atë që Ati i tha atij të bënte. His life was devoted to this. Jeta e tij ju përkushtua kësaj gjëje. In John chapter 5 verse 30, Jesus said this. Dhe tek Gjoni kapitulli 5, vargu 30, Jezusi thot: Unë s'mund të bëj asgjë nga vetja ime. Gjykoj sipas asaj që dëgjoj dhe gjyqi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e Atit që më ka dërguar. He said, I seek not my own, Jezusi thot, unë nuk kërkoj timen, but the will of the Father which hath sent me. por vullnetin e Atit që më ka dërguar. This was his meat Ky ishte ushqimi I tij, while he was here on earth. ndërkohë që Jezusi ishte këtu mbi tokë. It sustained him. Ishte ajo gjë që e mbante, e mbështeste atë.
Remember when Jesus was tempted in the wilderness? E mbani mend kur Jezusi u tundua në shkretëtir? In Matthew 4:1-4, Tek Mateu 4, vargjet 1 deri në 4, God records this for us. Zoti e regjistron këtë ngjarje për ne. Look at what it says. Le të shohim se çfarë thot. Atëherë Jezusi u çua prej frymës në shkretëtir që djalli ta tundonte. Dhe mbasi agjëroi 40 ditë e 40 net, në fund e mori uria. Atëherë tunduesi pasi u afrua i tha: "Në qoftë se je biri i Perëndis, thuaj që këta gur të bëhen bukë." Por ai duke u përgjigjur tha: "Është shkruar, njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis." He was hungered in his flesh, Ai ishte i uritur në mishin e tij, but he quoted the word of God. por ai citoi nga fjala e Zotit. And he said he didn't need physical food. Dhe ai tha që nuk kishte nevojë për ushqim fizik, He needed spiritual food. kishte nevojë për ushqim shpirtëror. And the spiritual food that we all need Dhe ushqimi shpirtëror që ne të gjithë kemi nevojë is the word of God. është fjala e Zotit. The will of God comes from his word. Vullneti i Perëndis vjen nga fjala e tij. 1 Thessalonians chapter 4 verses 1-3 detail this. E parë Thesalonikasve 4:1 deri në 3 e detajon pak këtë koncept. And we'll read that. Le të lexojmë vargun e parë. Së fundi, pra vëllezër, ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus, që sikundër morët prej nesh se si duhet të ecni dhe t'i pëlqeni Perëndis, që të teproni edhe më shumë. Verse 1. And so we have in verse 1, now look at verse number 2 and what he says. Shikoni tani pak vargun 2 se çfarë thot. Read verse 2. Okay. Sepse ju e dini se çurdhërime ju lam nga ana e Zotit Jezus. So we have the word of God, the Pra, ju commandments of Jesus Christ. Pra ju keni fjalën e Zotit, urdhërimet e Zotit Jezu Krisht. In verse 3, he says, this is the will of God. Dhe në vargun 3 ai thot, ky është vullneti i Perëndis. The word of God gives us the will of God. Pra, fjala e Zotit na jep ne qartazi vullnetin e Perëndis. The work of God is also found from the word of God. The work. The work of God is also Dhe found in the word vepra e of God. Perëndis gjithashtu gjendet në fjalën e Zotit. Before Jesus went to the garden to pray, Para se Jezusi të shkonte në kopshtin e Getsemanis për të lutur, he said to his disciples, ai u tha dishepujve të tij. what he says in John 15:14-15. Tek Gjoni 15 vargjet 14 deri në 15. Ju jeni miqtë e mi nëse bëni çfarëdo që unë ju urdhëroj. Unë nuk ju quaj më shërbëtor, sepse shërbëtori nuk e di ç'bëni Zoti, por unë ju kam quajtur miq, sepse ju bëra të njihni të gjitha sa dëgjova nga Ati im. Look at what he says at the end of the verse. Shikoni se çfarë thot në fund të vargut. For all things that I've heard of my Father, Sepse të gjitha gjërat që dëgjova nga Ati im, I've made known unto you. ja u kam bërë t'i njihni. The reference is to the work of the Father Referenca është për veprën e Atit, that was given to him. që ishte dhënë Jezusit. In John 17, Tek Gjoni 17, Jesus is praying before he goes to the cross. Jezusi po lutet para se të shkojë në kryq. And he says this about the work Dhe ai thot këtë gjë për veprën that the Father had given to him. që Zoti Ati i kishte dhënë atij për të bërë. John 17:4. Gjoni 17:4 thot: Unë të kam përlëvduar mbi tokë, unë e kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj. I have finished the work Unë e kam përfunduar which thou hast e given kam me to kryer do. veprën që ti më ke dhënë të bëj. I want you to notice the reference he makes to the words of God. Dua që të vini se si ai i referohet fjalës së Zotit. In the same prayer, a couple of verses down, Në të njëjtën lutje pak vargje më poshtë, look at John 17:8. le të shohim Gjoni 17 vargu 8. Sepse ua kam dhënë atyre fjalët që ti më ke dhënë mua, dhe ata i kanë pranuar dhe kanë njohur me të vërtet unë dola nga ti, dhe besuan se ti më dërgove. Here's the point that I want to make. Kjo është edhe ajo gjë që unë dua të sqaroj. You cannot separate the will of God Ju nuk mund të ndani vullnetin e Perëndis
and the work of God dhe veprën e Perëndis from the Word of God. nga fjala e Perëndis. If we didn't have the Word, Nëse nuk do të kishim fjalën e Perëndis, we wouldn't know His will. ne nuk do ta njihnim vullnetin e Perëndis. And if we didn't have the Word, Dhe nëse nuk do të kishim fjalën e Perëndis, then we couldn't do His work. ne nuk mund të bënim veprën e Perëndis. Because His work Sepse puna e Perëndis that we find from His Word që ne e gjejmë në fjalën e Tij is giving the Word of God është të japësh fjalën e to Perëndis the world. botës. Pra këtë fjalë të Perëndis ti t'ja përçosh botës. That was Jesus' meat. Ky ishte ushqimi I Jezusit. The disciples didn't know the meat, Dishepujt nuk e dinin ushqimin e Jezusit, but we know por ne e dim, because we have the Word. sepse kemi fjalën. So we know His will. Dhe ne e dim vullnetin e Tij. We know the work. Ne e dim veprën e Tij. And that work is to share the Word of God Dhe vepra që ai na ka kërkuar të bëjmë është të ndajmë fjalën e Perëndis, so that all men will know që të gjithë njerëzit mbi tokë ta dinë, everything that we know që çdo gjë që ne dim of the Father. për Atin And the only all that we know is in the Word. dhe gjithçka që ne dim është në fjalën e Perëndis. So I want you to look at verse or the second point, and it's defining the will and work of God. Le të shohim pak pikën e dytë që është përcaktimi I vullnetit dhe I veprës së Perëndis. Go back to John chapter 4, Le të kthehemi dhe një herë te Gjoni kapitulli 4, verses 35 through 38. vargje 35 deri në 38. Jesus continues talking to His disciples. Jezusi vazhdon t'ju flas dishepujve të Tij He turns from talking about Himself dhe kthehet nga të folurit për veten e Tij, to talking about them. fillon t'ju flas dishepujve për ata, për veten e tyre. And so let's read verses 35 through 38. Le të lexojmë Gjoni 4, 35-38. A nuk thoni ju se ka dhe 4 muaj dhe vjen korja? Ja unë po ju them, ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat, sepse ato janë tashmë të bardha për korjen. Edhe ai që korr dhe me shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që të gëzohen së bashku ai që mbjell dhe ai që korr. Sepse në këtë vërtetohet e thëna, një mbjell dhe tjetri korr. Unë ju dërgova të korrni atë për të cilën ju nuk u munduat, të tjerët u munduan dhe ju hyt në mundimin e tyre. It's very interesting Është shumë interesante that after Jesus tells His disciples se pasi Jezusi ju thot dishepujve të Tij about His work, për His work, për veprën e Tij, pasi ju thot dishepujve për veprën e Tij, He tells them about their labor. ju thot atyre për punën e tyre, mundin e tyre. He goes on and He explains the labor they're to do. Dhe ai ju shpjegon dishepujve punën e lodhshme, e mundimshme që ata duhet të bëjnë. In verse 35, Në vargun 35, Jesus says the fields are white already to harvest. Jezusi thot që fushat janë zbardhur për korrje. I know this church is familiar with that. Dhe e di që kjo kishë është e familiarizuar me këtë koncept. I know you labor in the field. Dhe e di që ju punoni, mundoheni në fush. I know the time is short. E di që ju e dini që koha është e shkurtër. I know about the 3 harvests, the 3 stages of harvest. Dhe e di që ju e dini për 3 fazat e të korrave. So I don't want to focus on that this morning, Kështu që nuk dua të fokusohem shumë në këtë pikë këtë mëngjes, but I want to focus on the work of our lives. por dua që ne të fokusohemi se cila është puna e jetës tonë. Look at John 4:36. Shikojmë pak Gjoni 4:36. Edhe ai që korr e merr shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që të gëzohen së bashku ai që mbjell dhe ai që korr. Jesus is giving details about our labor. Jezusi po jep detaje të punës që ne kemi për të kryer këtu në tokë. Sowing and reaping are major biblical principles. Të mbjellët dhe të korrat janë 2 principe biblike shumë të rëndësishme. And that's a lot of labor for us. Dhe për ne kjo është një punë e lodhshme, e mundimshme, shumë punë. As Jesus calls it in John chapter 4 verse 38.
Ashtu si Jezusi e thot tek Gjoni 4:38, unë ju dërgova të korrni atë për të cilën ju nuk u munduat, të tjerët u munduan dhe ju hyt në mundimin e tyre. We enter into that labor. Ne kemi hyrë në atë mund, në atë punë. Think about the labor involved in planting a garden. Mendoni pak për punën që duhet për të mbjellë një kopësht. You have to go into the field. Njëherë duhet të shkosh në ar, në kopësht, You have to till the field. duhet që ta punosh, ta plugosh tokën, You sow seed in the field. pastaj të hedhësh faren, të mbjellësh faren. You pray for rain in the field. Lutesh që të bjerë shi në mënyrë që toka të vaditet. And then you go harvest the field. Dhe pastaj në fund ti duhet të shkosh dhe ta korrësh frytin që ka lulëzuar. That's a lot of labor. Është një punë e lodhshme, mund i madh. I know that you know that. Dhe e di që ju e dini këtë gjë. But listen, Por dëgjoni. through the whole process of sowing and reaping, you must have faith in God. Gjatë gjithë procesit të mbjelljes dhe korrjes, ju duhet të keni besim tek Zoti. You have faith when you go into the field. Duhet të keni besim kur shkoni në ar, në kopësht. You have faith when you till the field. Duhet të keni besim kur e punoni, e plugoni tokën. You have faith when you sow in the field. Duhet të keni besim kur e hidhni faren për ta mbjellë. You really have faith when you're praying for rain. Dhe vërtet duhet të keni besim kur luteni për shi. And then you have to have faith to reap the field. Dhe pastaj duhet të keni besim që të korrni atë që keni mbjell. In every step of our labor, we have to have faith. Dhe në çdo pjesë të kësaj pune të mundimshme ne duhet të kemi besim. Jesus talks about sowing and reaping Jezusi foli për mbjelljen dhe korrjen in the parable of the sower in Luke 8. në shëmbëltyrën e mbjellësit te Luka 8. Look at what he says in Luke 8:10. Shikoni se çfarë thotë Luka. Luka 8 vargu 10. Dhe ai tha: "Juve ju është dhënë të njihni misteret e mbretërisë së Perëndisë, por të tjerëve me anë të shëmbëltyrave, që ata duke parë të mos shohin dhe duke dëgjuar të mos kuptojnë." So I know that you know this is a mystery. Unë e di që ju e dini që ky është një mister. But look at what he goes on to see in verse number 11. Por shikoni se çfarë thotë në tek vargu 11. The seed is the word of God. Fara është fjala e Perëndisë. In Luke 8:12 through 15, Dhe pastaj tek Luka 12 deri në 15, Jesus describes the field, Jezusi përshkruan tokën and the seed that is sown is the hearts of men. dhe toka përfaqëson aty ku hidhet fara, përfaqëson zemrat e njerëzve. In Luke chapter 8 verse 15, let's read that. Dhe le të lexojmë tek Luka 8 vargu 15. Por pjesa që ranë dhe të mirë janë ata që pasi e dëgjuan fjalën, e ruajnë me zemër të ndershme dhe të mirë dhe japin fryt me durim. So we know what the seed is. Ju e dini kush është fara? It's the word of God. Është fjala e Perëndisë. We know what the field is. Ne e dim kush është ara ose fusha. In the kingdom of God age that we live, Dhe në mbretërinë e Perëndisë që ne jetojmë në këtë epokë, it's the hearts of men. kjo tokë janë zemrat e njerëzve. And so when we see Jesus talk about this, Dhe kur shohim që Jezusi flet për këtë gjë, let's consider some personal application. le të marrim parasysh për veten tonë disa aplikime personale. You have been given the treasure of the word of God. Juve ju është dhënë thesari I madh I fjalës së Perëndisë. You have it in your language. Ju e keni fjalën e Perëndisë në gjuhën shqipe. The word must be sown into the hearts of the Albanian people. Fjala e Perëndisë duhet të mbillet në zemrat e të gjithë shqiptarëve. Just like I'm to take the word of God Siç edhe unë e mora fjalën e Perëndisë in my language në gjuhën time and sow that into the hearts of the people of America. dhe duhet që ta mbjell atë në zemrat e gjithë amerikanëve. You have to take it to them. Ju duhet ta çoni fjalën e Perëndisë tek shqiptarët. You have to get it out. Duhet ta nxjerrësh, jo ta mbash të fshehur. That work is hard. Kjo punë është e mundimshme. You have to go into the field. Duhet të shkosh në ar. You've got to till up the ground. Duhet të plugosh të punosh tokën. Some hearts are very hard.
Disa zemra janë vërtet shumë të forta. So you have faith in God, Prandaj duhet të kesh shumë besim tek Zoti, that He'll give you the strength që ai do t'ju jap juve fuqinë to keep on tilling the ground që të vazhdosh të punosh tokën with the Word of God. me fjalën e Zotit. You got to sow the seed, Duhet të mbjellësh pastaj farën, which is the Word of God. që është fjala e Zotit. You have to pray for rain, Duhet të lutesh për shi, that God will bless what you're doing. që Zoti do të bekoj punën që ti po bën. And you have to trust God Dhe duhet i besosh Zotit that He is going to bring His harvest. që ai do të sjellë të korra të bollshme. In all of that, Dhe në të gjithë këtë, you have to believe duhet të besoni that God is who He says He is, and He will do what He says He will do. Që Zoti është ai që thot që është dhe që Zoti do të bëj atë që Zoti thot se do ta bëj. Pra duhet të keni besim. It's going to be hard to labor in the Word Do të jetë shumë e vështirë që të punosh me fjalën e Zotit, if you don't have faith. nëse nuk keni besim. We have the Word of God. Ne kemi fjalën e Zotit. My faith in it doesn't change it. Besimi nëse unë e besoj apo jo këtë gjë nuk e ndryshon fjalën e Zotit. It's the Word of God. Ajo prap mbetet fjala e Zotit, sido që të jetë besimi im. It doesn't matter whether I believe it or not. Nuk ka rëndësi nëse dikush e beson apo jo. But when I do believe in it, Por kur unë e besoj fjalën e Zotit, when I do have faith in it, kur unë kam shumë besim në fjalën e Perëndis, then it changes my life. atëherë jeta ime ndryshon. And through my faith, Dhe nëpërmjet besimit tim and through my growth in the Word of God, dhe përmes rritjes sime në fjalën e Zotit, God gives me the power, Zoti më jep mua fuqinë His power, e tij to change the hearts and minds of other people. të ndryshoj zemrat dhe mendjet e njerëzve të tjerë. We have to believe He is who He says He is, Ne duhet të besojmë që Perëndia është ai që ai thotë që është në fjalën e tij and He will do what He says He will do. dhe që Perëndia do të bëj atë që ai ka premtuar të bëj. Let's read Isaiah chapter 55, Le të 10 through lexojmë tek 11. Isaia 55 vargjet 10 dhe 11. Ashtu si shiu dhe bora zbresin nga qielli dhe nuk kthehen mbrapa pa ujitur tokën, pa e bërë pjellore, pa bërë që të mbi në mënyrë që ai që do të mbjell të marr farën dhe të siguroj bukën për të ngrënë. Kështu do të jetë fjala ime e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. God has promised Zoti na ka premtuar to accomplish the work that He says He will do. që do ta përmbush punën që ai dëshiron të bëj. He Që na will ka use dërguar. His word to accomplish His work. Dhe ai do të përdor fjalën e tij për të përmbushur punën që ai do të bëj. In the church age, Në kohën e kishës, in Galatians 6:9, te Galatasit 6:9, Paul says this: Pali thot: Le të mos ligështohemi për të bërë të mirën, sepse po të mos ligështohemi do të korrim në kohën e vet. So we have faith in God. Kështu që ne kemi besim tek Zoti. His word will accomplish what it sets out to do, Dhe fjala e tij do ta përmbush atë punë që duhet të bëjmë, and He will work through our labor dhe ai do të punojë përmes mundit ton, to bring about the success. që në mënyrë që të kemi sukses. But we can't faint. We have to work. Por ne nuk mundet që thjesht të rrim, ne duhet të punojmë. Those are promises from God's word. Këto janë premtime nga fjala e Perëndis. So it's in time for us all to increase our labor. Kështu që është koha që ne të rrisim mundin, punën. Well, we're going to get a lot of seed. Ne do të marrim shumë farë. We don't have it yet. Nuk na ka ardhur akoma fjala, And they're going to get it and we're going to spread it. do vi dhe ne duhet ta përhapim gjithandej. The devil is going to fight. Djalli do të përpiqet të pengojë, të luftojë, The world is going to fight. bota do të luftojë, And even Christians may fight against it. edhe të krishterë fatkeqësisht mund të luftojnë kundër kësaj. But God will be honored. Por Zoti do të nderohet. You will grow in faith. Ju do të rriteni në besim,
lives will be changed Dhe jetët do të ndryshohen. if you faint not. If you faint not. If you faint. Nëse nuk mpakeni, nëse nuk dobësoheni. Po. Paul spoke directly to the church Pali I foli direkt kishës about sowing and reaping për sa I përket mbjelljes dhe korrjes in 1 Corinthians 3, 6 through 8. dhe pare Korintasve 3, 6 deri në 8 thot: Unë bolla, Apoli u iti, por Perëndia I rriti. Kështu pra, as ai që mbjell, as ai që uit nuk është gjë, por Perëndia që rrit. Por ai që mbjell dhe ai që uit janë një, dhe secili do të marrë shpërblimin e vet sipas mundit të tij. There's one who plants, Është një që mbjell there's one who sows. dhe një që mbjell dhe një që vendos fidan, mbëlton. Plant. But in the end, Por në fund God is the one who gives the increase. është Perëndia ai që I bën të rriten dhe I bën të japin fryt. What we are a part of Ajo që ne jemi pjesë e kësaj, is a labor of faith. është puna e mundimshme e besimit. God is the one who brings the fruit. Zoti është ai që jep frytin. That's something that we can't do. Kjo është diçka që ne nuk e bëjmë dot. We have to depend upon God. Ne duhet të mbështetemi të varemi tek Zoti. So God's will for us Kështu që vullneti I Perëndis për ne is to join with Him është që të bashkohemi me të in our labor në punën tonë, në mundin tonë, of sowing the Word of God që të mbjellim farën e fjalës in the hearts of men and women, në zemrat e burrave dhe grave, so that He will do His work që ai pastaj të bëj punën e tij of increasing the kingdom of God. që të rrisi mbretërinë e Perëndis. Our labor is for the Lord, amen? Puna jon, mundi ynë është për Zotin. We don't do it for one another. Ne nuk e bëjmë për njëri tjetrin, We're encouraged when we do it together, ne inkurajohemi shumë kur e bëjmë këtë punë të gjithë bashk, but we don't do it for each other. por ne nuk e bëjmë këtë punë për njëri tjetrin. We do it for the Lord. Ne e bëjmë këtë punë për Zotin. The sower is nothing, Paul says. Pali thotë që ai që mbjell nuk është asgjë. The one who waters is nothing, Ai Paul që ujit, says. gjithashtu thot Pali, nuk është asgjë. It's all about the one who gives the increase, E gjitha është për atë që I bën të rriten, because he deserves all the glory, sepse ai meriton të gjithë lavdin, because he is the one sepse ai është who is ultimately doing the work. që Perëndia është ai që e bën përfundimisht punën. But something is interesting in what Jesus says Por është diçka interesante që Jezusi thot in John 4 tek Gjoni 4 and what Paul says in 1 Corinthians 3. dhe ajo që Pali thot tek e pare Korintasve kapitulli 3. In John 4:36, Tek Gjoni 4:36 Jesus says that you receive wages. Jezusi thot që ju merrni shpërblimin. Gjoni 4:36 dhe ai që korr e merr shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme që të gëzohen së bashku ai që mbjell dhe ai që korr. Paul, right after discussing the planter and waterer, Pali me njëherë mbasi diskuton për mbjellsin dhe për ujitsin, says this in 1 Corinthians 3:8. thot këtë gjë tek e pare Korintasve 3:8. Por ai që mbjell dhe ai që ujit janë një, dhe secili do të marrë shpërblimin e vet sipas mundit të tij. Jesus says you receive wages. Jezusi thot që ju do të merrni shpërblimin. Paul says you receive a reward. Pali gjithashtu thot që ju do të merrni shpërblimin. And it's all according to your labor. Dhe e gjitha kjo varet nga puna që ju do të bëni. Paul will go on in verses 11 through 15, Dhe Pali vazhdon në vargjet 11 deri në 15 and he will talk about the judgment seat of Christ. dhe do të flasi për vend gjykimin e Krishtit. He talks about the rewards Ai flet për shpërblimet, a Christian receives for their labor. për ato shpërblime që një krishter merr për veprën punën që ai ka bërë. God not only promises to accomplish his work, Zoti jo vetëm që na premton që do ta përfundoj punën, he promises to reward your labor. por gjithashtu ai premton se do t'ju shpërblej për mundin tuaj.
God is going to reward you Zoti do t'ju shpërblej ju for what you do with his word. për atë që ju do të bëni me fjalën e tij. He will reward you with good Ai do t'ju shpërblej juve me të mirën if you join him in his work, nëse ju bashkoheni me të në punën e tij, and he will reward you with loss dhe do t'ju shpërblej me humbje if you choose not to join him. nëse ju zgjidhni të mos bashkoheni me të në punën e tij. I know that you know this. E di që ju të gjithë e dini këtë, The labor's not easy. puna nuk është e lehtë, The labor is hard. puna është e vështirë, There are a lot of rejections. ka shumë refuzime, There are a lot of distractions. ka shumë shpërqendrime, The work of the enemy is fierce. puna e armikut është e ashpër e kundërshtuese, But I want to leave you with this promise. por dua t'ju lë me këtë premtim. A promise that Paul gave to the believers Një premtim që Pali ja u dha besimtarve, that he was speaking to in Corinth. që ai po ju fliste në Korint. It's the heart verse of my ministry. Dhe është vargu që është më shumë që ka më shumë për zemër në shërbimin tim. The promise is in 1 Corinthians 15:58. Premtimi që është dhënë tek e parë Korintasve 15:58. Read that. Prandaj o vëllezërit e mi të dashur, qëndroni të fortë e të patundur, duke tepruar për herë në veprën e Zotit, duke e ditur se mundi juaj nuk është i kotë në Zotin. Stay faithful. Qëndroni besnik. It's not easy. Nuk është e lehtë, It's hard, është e vështirë, but God is good. por Zoti është i mirë. We won't see the rewards in this life. Nuk do të shohim shpërblime në këtë jetë, We get blessings in this life. ne marrim shumë bekime gjithashtu në këtë jetë. When we share the gospel and somebody gets saved, Kur ne ndajmë ungjillin dhe dikush shpëtohet, that's a blessing. është një bekim shumë i madh. But the reward won't come until later. Por shpërblimi nuk do të vi derisa të mbarojë. But stay faithful. Por qëndroni besnik. Stay grounded. Qëndroni të mbështetur fort, të themeluar, Abounding in the work of the Lord duke tepruar gjithnjë në punën e Zotit. is our labor. Është puna jon. So there's much more to consider in this passage. Ka shumë gjëra të tjera që mund të konsiderojmë në këtë pasazh, We're out of time for today. por për sot kemi kaluar kohën. So I want to say one last thing before we present the gospel. Dhe dua të them një gjë të fundit para se t'ju prezantoj me ungjillin. I want you to know Dua që të dini that in Moulton, Alabama, që në kishën në Alabama, Decatur, Alabama, në Decatur, Alabama, Cartersville, Georgia, Cartersville, Georgia, New Philadelphia, Ohio, New Philadelphia, Ohio, and all over America, dhe në të gjithë Amerikën. you have co-laborers Ju keni in Jesus Christ's bashkëpunëtor. work. Ju keni bashkëpunëtor në punën e Zotit tonë Jezus Krisht. We're praying for you. Ne lutemi për ju. We're financially doing what we can to try to support this work. Edhe financiarisht ne po japim ofrime për të mbështetur këtë punë. And we are doing everything that we can Dhe ne po bëjmë gjithçka që ne mundemi to win America to Christ, që të fitojmë amerikanët për Krishtin, to bring more people into the work që të sjellim akoma dhe më shumë njerëz që të bëjmë punën that's going on in Albania. dhe kjo vazhdon edhe në Shqipëri. You have co-laborers. Ju keni bashkëpunëtor, You're not in this alone. nuk jeni vetëm. We see the work that you're doing, Ne shohim punën që ju po bëni këtu and one day, dhe një ditë those who labor, ata që kanë punuar, janë munduar, the sower, mbjellsi, the reaper, korsi, the one who plants, ai që mbëlton fidanin, the one who waters, ai që ujit, we're all going to meet together ne do të takohemi të gjithë së bashku in front of the one that we're working for. përpara atij për të cilin ne po punojmë. And we're going to rejoice together. Dhe ne do të gëzohemi të gjithë së bashku. Those who first plowed the ground, Ata që nga ata që punojnë tokën e plugojnë atë,
to the last person who put their hand to the plow. Edhe tek personi i fundit që mbështjell të korrën, edhe We're all going to rejoice ne të gjithë do të gëzohemi in Jesus Christ. në Jezu Krishtin. So let's get as many people in that party as we can. Atëherë ndërsa do shkojmë në këtë festë të madhe, le të rrëmbejmë sa më shumë njerëz me vete që të jemi sa më shumë njerëz tek Zoti. You may be here today Ndoshta jeni këtu sot and you may not know Christ as your Savior. dhe ndoshta nuk e njihni akoma Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj. I want to ask you this question. Dua t'ju bëj këtë pyetje. If you died today, Nëse do të vdisni sot, are you 100% sure a jeni 100% të sigurt that you would go to heaven? që do të shkoni në parajs? God has done everything Zoti ka bërë gjithçka so that you can be 100% sure. që ju të jeni 100% i sigurt për vendin tuaj në parajs. He sent his perfect Son from heaven Ai dërgoi birin e tij të përsosur nga qielli to live a perfect life on earth, që të jetojë një jetë të përsosur këtu në tokë, to go to a cross and be crucified, që të shkojë në kryq dhe të kryqëzohet, shed his blood të derdh gjakun e tij, so that you could be forgiven of your sin. që ju të mund të merrni faljen e mëkateve. He died on that cross. Ai vdiq në atë kryq. He was placed in a tomb, Ai u vendos në varr, u varros. and God rose him from the dead. Dhe Perëndia e ringjalli prej së vdekurit. And he lives today Dhe ai jeton sot, so that you can be saved. që ju të mund të shpëtoni nga dënimi. And that's the only way you can be saved. Dhe është e vetmja mënyrë se si mund të shpëtoni. He is the only way. Ai është e vetmja rrugë. Religion is not the way. Feja nuk është një rrugë, nuk është rruga. Jesus is the only way. Jezusi është rruga e vetme. He has promised in his word Ai na ka premtuar në fjalën e tij that if you would believe on him, që nëse ju do të besoni tek Jezus Krishti, he would give you eternal life. ai do t'ju japë juve jetën e përjetshme. And we believe in that gospel Dhe ne besojmë në këtë ungjill, and that gospel only dhe vetëm në këtë ungjill, for salvation. për shpëtim. So I invite you today, Kështu që ju ftoj juve sot, if you don't know, nëse nuk e dini, you can know ju mund ta dini me siguri, by knowing Jesus duke njohur Jezus Krishtin and asking him to save you. dhe duke i kërkuar atij që t'ju shpëtojë. I invite you to do that today. Dhe unë ju ftoj që ta bëni këtë gjë sot. Let's pray. Le të lutem. Atë Perëndi, faleminderit Zot për këtë ditë, faleminderit Zot për gjithçka që ne mësuam, faleminderit për veprën e madhe që ti ke bërë për ne, edhe që për fjalën tënde që ti dëshiron që ne ta shpërndajmë gjithandej. Edhe Zot na bëj punëtor në të korrat e tua, në mënyrë që ne të mund të shpërndajmë fjalën tënde në zemrën e çdo njeriu dhe sa më shumë njerëz të shpëtohen. Faleminderit për këtë kohë, lutem në emrin e Jezusit. Amen.